I ndjeri pat shiti do tokë për më dalë me bona një jetë pak më të mirë. Ju me vllaun? Me vllaun bashkë. Asjoni në kishim takta kur të dilëm jashtë. Edhe kështu e gënjeva për bileta në Macedoni. Baban e gënjeve në atë kohë, ishte 21 vjeç, po? Edhe shkova në Macedoninë shkop, u mënova legal me shku me autobus, më këthët e mrapa, ishte atëherë si i pasaportat, edhe jem detyru kame kom shku. Edhe kam gjetë një prodhus të makinerive, në Gjergjo Petrov. Gjergjo Petrov, po? Edhe ato kom godit një makineri, po? Të Llampariz, një maqinë me 7-8 operacione, vlera ishte njëjtë, sikur të ishte për me dalë jashtë, edhe kom marrë makinerinë. 21 vjeç. 21 vjetë. Po kur erdhën në shtëpi, çfarë Jo thash edhe 10 ditë thash prejnë biletat, ai edhe 10 ditë vike makina. Po. Për makineri ka qenë idhëtare dhe plaku. Po. I ka desht. Kur erdhën makinerit, vëshim veç më përfasu ato e po që se kanë ndërvan me dalë jashtë. A e kujton atë përjetim babës që vendosi? Po, jem kapi për qafe, tha se nuk e kisha mendu asnjëherë këtë. Ata shta pedi që e vetë në smërin, edhe s'jam pishman ta heqë, pse e kom je katë pjesë.